Aktori dhe publicisti Çun Laiçi ka reaguar me një mesazh të fuqishëm publik drejtuar kryeministrit Albin Kurti, duke i inkurajuar që të marrë më vendosshmërisht drejtimin e vendit dhe të mos lëshojë përballë kundërshtimeve dhe interesave personale brenda institucioneve. Përmes një gjuhë figurative dhe të drejtë për drejtë, Laiçi thekson nevojën për udhëheqje të fortë, drejtësi të pakompromis dhe përqendrim të mirëqenia e qytetarëve, duke cilësuar këtë si një moment vendimtar për shtetin dhe shoqërinë. Në vim, shkrimi i tij i plot. Albin kapi frerët dhe kqyre popullin që po i hanë dhimbjet e veta. Se ishim kundër teje, pam, që vazhdojnë me qenë kundër teje, po e shohim që do të ecin përballë teje, tuhet u vu prita në rrugë, kjo s'ka dyshim se ka më ndodh. Asgjë e papame, asgjë e pazakond, kur një pish rritet me hove, ja kalon majës kërshit, myshqit ngjiten në lëvorën e saj e përpiqen me krymb që të thahet makullaj. Kështu që ndodhe edhe me njeriun që ka ma shumë se të tjiret në krye mend, vizion dhe guxim për me mbajt qafën drejt. S'po e them unë, e ka thënë një njeri i madh, kur lind gjeniu të vegjlit i dalin përpara e përpiqen me ja laku rrugën. Kjo ndodhi, kjo po ndodh, dhe kjo ka me ndodh edhe me ty. Por tani është koha tjetër, kapi frerët në dorë, ata që të kanë dalë prej dore, kthej në vijë. Mos e zbut zemrën ndaj njeriu të tand që punon për xhepin e vet e jo për shtetin. Të tillë ke mjaft në oborrin e partisë tande në kuvendin e Kosovës. Ta kam pi duhanin, msheftas edhe Vitia, edhe Çeko, edhe Rozeta, edhe shumë të tjerë. Të kanë mashtru, mos u mashtro ma, se nuk mjafton veç mos me qenë hajn. Duhet me i njoh hajnat, duhet me i pre. Shëndetësia është në kolaps. Kultura është kalb. Arsimi ka zbrit deri te alfabeti. Kapi frerët dhe këshyre popullin, që po i hanë dhimbjet e veta për mungesa ilaçesh, që po i numëron ditët e jo shpresat. Gjithçka është baboll. Tash, s'na duhet veç i pastër, na duhet i fort me e këput hajnin në oborrin tand, i fort me dhan popullit bukë me hangër, se lirinë e gjetëm këtu, por liris i duhet edhe bukë, ujë, edhe pak kryp, edhe pak sheqer. Liria pa bukë, Albin, është veç fjalë, e ti duhesh me e kujtu se si po jetojmë, tu e shpresue për një të ardhme më të mirë, s'ka ma lavde djalosh, kam gjiku është për gjitha ta që të qojnë krye. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit të vitit të kaluar solën rezultatin e dytë më të keq për lidhjen demokratike të Kosovës. Kjo ndikoi me njëherë në përplasje të brendshme në këtë parti, ku disa i dolën në mbrojtje të kryetarit Lumir Abligjiku e disa të tjerë kërkuan dorëheqje të mënjëhershme. E në lidhje me zhvillimet e fundit në LDK për bota sot, foli analisti politik Gani Sharri. Fillimisht ai beson se Abligjiku vonë në krye të LDK-s për të shkatruar atë, madje vlerëson se këtë e ka mision special. Lumir Abligjiku nuk vendos me meritas me dëshirë dhe vullnetin e antarëve të partisë në krye të LDK-s. Madje ai nuk u soll aty as vetëm nga Isa Mustafa siç është folur në vijimsi, por u katapultua në formë misterioze të vendimeve të pronto mafias nga një klik posible me mision special për shkatrimin e partisë së parë dhe më të madhe demokratike në Kosovë të formuar nga doktor Ibrahim Rugova. Andaj duket qartë se pa lejen e atyre që e vendosën Abligjikun pa qenë kurrë as antar i thjesht partie në krye të këtij segmenti dikur mbar shqiptar politik, ai tani as dorëheqjen nuk mund ta ofrojë pa miratimin e padronëve nga Afrika, se pas dorëheqjes së tij për LDK mund të hapet një kapitull i ri dhe rikthimi në gjeografinë e dikurshme të mbështetjes popullore. Gjithashtu Qarri u befasua me qasjen e kohëve të fundit të kryetarit të LDK-s ndaj mediave dhe kritikëve. Në këtë pikë ai kërkoi shkarkimin urgjent të Abligjiku, pasi siç thot ai, nëse kjo nuk ndodh, ai do të çojë deri në fund shkatrimin e partisë. Madje habit shumë veçanërisht gjua ironike dhe tepër paragjykuese e ditëve të fundit të Abligjikut, si ndaj mediave ashtu edhe ndaj të gjithë kritikave të drejta dhe të arsyeshme që vinë brenda jashtë LDK-s kundër tij, kështu që nëse Abligjiku nuk shkarkohet urgjentisht nga forcat të vendimarrëse të LDK-s, druaj se ai do të çojë deri në fund shkërmoqjen totale të kësaj partie të parës e dikur më të madhes institucionale të Kosovës. Kështu që pas shkarkimit të tij, LDK mund të ngrihet urgjentisht një komision hetimor për hulumtimin e mënyrës së zgjedhjes së Abligjikut në krye të partisë, dëmet që ai ka shkaktuar asaj dhe misionin e vërtet për të cilin u katapultua me diktat të vendosur nga jashtë partisë në krye të LDK-s.
akt që nuk ka ndodhur me asnjë segment tjetër politik në demokracinë e 26 viteve të post-çlirimit të vendit tonë, vlerësojnë ndër të tjerë analisti.